Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dua të lidhemi prap bashk, ja si u përgjigj Egli kërkesës së Gjestit. Në një bisedë të sinqertë mes tyre, Gjesti dhe Egli tentuan të zgjidhin tensionet që kanë shoqëruar marrëdhënien e tyre deri tani. Pas disa momenteve të ngarkuara, dyshja u shfaqën më të qetë dhe më të hapur për të diskutuar gjithçka. Në një moment delikat, Gjesti shprehu dëshirën për t'u afruar me Eglin duke thënë: "Dua të afrohem, të jemi si dikur." Kjo e bëri Eglin të kërkonte sqarim duke pyetur: "Si?" Gjesti u përgjigj në mënyrë të drejtë për drejtë: "Të lidhemi prap bashk." Por situata mori një kthes të papritur kur Egli e pyeti: "Të lidhemi?" Gjesti me një qëndrim të vendosur i dha përgjigjen: "Unë të kam thënë që të dua." Megjithatë, Egli nuk e pa të mundur të ndante të njëjtin mendim dhe për t'i dhënë fund bisedës, u shpreh: "Jam unë ajo që nuk të dua ty." Ky moment lë të hapur pyetje në lidhje me të ardhmen e tyre.